Megjithëse ekonomia shqiptare vijon të jetë tepër euroizuar, duket se së fundmi monedha evropiane po e humbet shkëlqimin në disa sektorë të sistemit financiar. Të dhënat më të fundit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare tregojnë për një ulje të pranisë së euros në tregun e sigurimeve, titujve qeveritar dhe atyre të investimit, ndërsa fondet e pensioneve e kryejnë aktivitetin tërësisht në lek. Konkretisht, nga 12.8 miliard lek që ishte totali i primeve të shkruara bruto për sigurimin e jetës dhe jo jetës në gjysmën e parë të këtij viti, rreth 31.4% e tyre ishin në euro. Nëse bëjmë një krahasim me 6 mujorin e parë të vitit të kaluar, shohim një rënje me 1.8% të peshës QZ euroja në totalin e primeve. Këtë vit ka pasur më shumë prime në euro për sigurimin e jo jetës dhe më pak për sigurimin e jetës. Pesha e primeve të shkruara në euro kundrejt totalit për aktivitetin e sigurimit jo jetë ka pësuar rritje me rreth 2% krahasuar me fundvitin e 2024-s, duke shkuar në 32.1% nga 30.1% që ishte më parë. Megjithatë, pesha e primeve të shkruara në euro kundrejt primeve të shkruara bruto në total për aktivitetin e jetës ka shënuar një rënje me rreth 1.7%, duke arritur në 24.8% nga 26.5% që ishte në fund të vitit të mëparshëm. Disa produkte sigurimi, si kartoni jeshil apo sigurimi kufitar, duhet të jenë patjetër në euro për shkak se dëmshpërblimi i jepet në euro për atë që shkakton një aksident jashtë vendit, ndërsa edhe automjetet me targa të huaja që vinë në Shqipëri e kanë më të lehtë të paguajnë policën e sigurimit në euro sesa në lek në kufi. Gjithashtu, për ata që kanë të lidhur sigurimin e pronës dhe të jetës me kredin, zakonisht primi që paguhet është në të njëjtën monedhë siç është kredia. Nga ana tjetër, tregu shqiptar i kapitaleve i mbizotruar nga titujt e borxhit të qeverisë që janë kryesisht në lek, karakterizohet nga një shkallë tepër e ulët e euroizimit. Pjesëmarrësit në këtë treg përdorin kryesisht monedhën vendase.